refuzoi një ofertë milionëshe për të mos braktisur familjen. Vendimi që tronditi biznesin dhe preku zemrat e mira njerëzve. Në një botë ku suksesi shpesh matet me shifra, kontrata dhe zero në fund të llogarisë bankare, një vendim i rrallë ka bërë jehon të madhe. Një burr refuzoi një ofertë milionëshe, një mundësi që shumë kush do ta quante ëndër, vetëm për një arsye, të mos braktiste familjen e tij. Oferta që do t'i ndryshonte jetën në letër. Oferta erdhi nga një kompani e madhe ndërkombëtare, e gatshme t'i besonte atij një pozicion të lartë drejtues, me pagesë shumë fish më të madhe se ajo që kishte aktualisht. Kontrata përfshinte përfitime luksoze, zhvendosje jashtë vendit dhe një të ardhme të sigurt financiarisht. Në letër, gjithçka dukej perfekte. Një hap i vetëm dhe jeta e tij do të ndryshonte rrënjësisht. Por kishte një kusht të heshtur, largimin përfundimtar nga familja. Zgjedhja e vështirë mes paras dhe njerëzve të zemrës. Oferta kërkonte që ai të shpërngulej për disa vite, me orare të gjata pune dhe kthime shumë të rralla në shtëpi. Kjo do të thoshte të linte pas bashkëshorten, fëmijët dhe prindërit e moshuar, njerëzit që kishin qenë gjithmonë shtylla e jetës së tij. Pas netësh pa gjumë dhe bisedash të gjata familjare, ai mori vendimin që askush nuk e priste. Ai tha, jo. Parat vinë e ikin, familja jo. Në një deklaratë të shkurtër, ai u shpreh se nuk mund ta ndërtonte suksesin e tij mbi mungesën e vetes në jetën e fëmijëve dhe familjes. Parat mund të fitohen përsëri. Koha me familjen, jo, thuaj në fjalët e tij. Ky mesazh i thjesht, por i fortë, u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale dhe portale lajmesh. Reagime të forta nga publiku. Historia u prit me reagime të shumta. Disa i quajtën vendimin e tij heroik, të tjerë e konsideruan të guximshëm në një shoqëri ku presioni për sukses financiar është gjithnjë më i madh. Komentet ishin të mbushura me reflektime si: jo të gjithë milionerët janë të pasur në zemër. Ky njeri është